Një 41 vjeçar shqiptar, i identifikuar si Burim Havolli nga Kosova, humbi tragjikisht jetën në Brooklyn të New Yorkut, pasi u përpoq të ndalonte një person që po vidhte pako në hallin e ndërtesës ku ai punonte si mbikëqyrës. Ngjarja ndodhi të mërkurën në mëngjes në Ocean Avenue, në zonën Flatbush. Policia u thirr rreth orës 8 të mëngjesit dhe gjeti 41 vjeçarin me lëndime të rënda në kokë. Ai u dërgua menjëherë në spitalin Kings County, por nuk arriti të mbijetonte plagëve të marra. Fqinjet thanë se Havolli u sulmua teksa tentonte të ndalonte grabitjen e pakove. Banorët e zonës u shprehen të tronditur, duke theksuar se lagja po bëhet gjithnjë më e pasigurt. Familjarët e viktimës e përshkruan Burimin si një njeri punëtor dhe të respektuar i cili humbi jetën duke bërë detyrën e tij. Policia ndërkohë po heton motivet e sulmit. Një person i dyshuar është marrë në pyetje, por ende nuk janë ngritur akuza. Blerim Havolli, vëllai i viktimës, ishte në lot ndërsa fliste për mënyrën se si të dy e mbijetuan luftën e Kosovës në vitin 1999 dhe u arratisën në Amerikë për një jetë më të mirë. Ai e donte këtë vend. Ky vend na ka ndihmuar shumë, tha Blerim Havolli. Nuk ka fjalë që mund ta përshkruajnë, kjo është e trisht. Ai la pas 3 fëmijë dhe ishte vetëm 41 vjeç, tha kushëriri i tij, Petrit Havolli. Vëllai ndërkohë tha se familja po e përjeton tepër rënd vdekjen e 41 vjeçarit. Nuk është e lehtë të rrisësh 3 fëmijë, 2 vjeç dhe djali vazhdon të pyes çfarë po ndodh, pse ka kaq shumë njerëz këtu, ku është babai im? Thirreni atë, thirreni, shtoi Blerim Havolli. Ai ishte shumë i kujdesshëm, gjithmonë aty për të gjithë qeramarrësit e tij, tepër punëtor, tha banorja e bllokut të pallateve Alexis Potter. Një qeramarrës tjetër foli shumë mirë për Burim Havollin edhe për CBS News. Ai tha se vjedhja e pakove është një problem në ndërtesë, duke shtuar se ka edhe një tabel që paralajmëron njerëzit për këtë. Ai ishte personi kryesor ku drejtoheshim, nëse diçka nuk funksiononte, e thirrnim Blerimin. Nëse kishte diçka që nuk funksiononte, e thirrnim Burimin. Ai ishte thjesht shumë i mirë dhe i kujdesshëm, tha qeramarrësi Alexis Charles. Ai ishte jashtëzakonisht profesional, çdo gjë që duhej bërë ai e bënte, tha mëtej një tjetër qeramarrëse, Jeff Fisher. Ky është një problem i vazhdueshëm në këtë ndërtesë, kështu që për këtë që ndodhi në këtë mënyrë është vërtet një tragjedi. Kam parë një rritje të krimit, njerëz që vjedhin pako, njerëz të guximshëm që nuk ju intereson, tha Gail Seton, pronarja e ndërtesës ngjitur. Ndërkohë vëllai i Burimit, Blerimi, thotë se ai vdiq duke mbrojtur ndërtesën, duke mbrojtur pakot e qeramarrësve. Johnny Garcia, i cili punoi në ndërtesë krahas Burim Havollit për 17 vite, tha se e konsideronte atë si vëlla. Ne ishim bashkë çdo ditë, nuk ka fjalë për këtë që ndodhi, tha Garcia. Ndërkohë familja e viktimës ka njoftuar se varrimi i të ndjerit do të bëhet në Kosovë, në vendin e tij të lindjes.